shok me djalin e Adem Jasharit, po në listë me Fatos Gecin që thot 20 vjet duhet me najt në burg Hashim Thaçi. Po, e dim që ministri për politikat shëndetësore dhe edhe zoti Bardhiçi kur ka implementuar politikat shëndetësore të Partisë Demokratike 2017-2018 ka qenë i suksesshëm. Mi po edhe kur ka implementuar sikur politikat e dështuara të Arben Bitis, nuk ka mujt me qenë i suksesshëm. Me fol për bes kjo çesharake me fol. Okej, Feridi. Edhe e kisha mirë kuptu, edhe e kisha respektu. Shok me djalin e Adem Jasharit, shumë mirë, edhe kisha pas qef më vonë edhe. Po në listë me Fatos Gecin që thot 20 vjet duhet me najt në burg Hashim Thaçi, për bes nuk shkojnë të dyja. Unë t'isha konë si ti. T'isha konë si ti, në atë listë nuk isha hi. Ju mërë për duhet me pas moral politik, ku s'ki moral politik, ka të bëj me shëndetësinë, unë i kam bindje të mija, dhe është edhe kjo një prej atyne gjonave që vërtet nuk e kanë venin as pak të përmenden këtu familje të përgjigjet. është një çështje e rëndësishme. Dikush që fol për shëndetësi, i bashkon dy sene, si bashkon. Mos i ndërhyj, ta ndëgjojmë. Mos i ndërhyj 30 sekundat e to. Parimeve të mia në rënd të parë, edhe e thash edhe më përpara, e kam në CV-n time, kam qenë ushtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës, i gatshëm në këtë vend për të dhënë edhe jetën. Kam marrë nga Gjermania, nuk kam rastis të jem këtu. Domethënë, respektoni pak që të përkushtim edhe mendoje që njësoj kam vepruar edhe mas luftës, në ndërtimin e vendit tonë. Ndërsa, kushdo që shon, fyn, vlerat kombëtare, unë konsideroj se ushtria lirimtare e Kosovës është një prej vlerave më të mëdha, më sublime të popullit tonë në historinë tonë. Konkretisht për deklaratën konkrete për, ki në listë. Tu garun listë me to, kalzam. Që jam të garun nuk pajtohem absolutisht me deklaratë të ti. Me dikon që menon që udhëheci u që kësë do të me najtë në burg për jashëm, ti garun në ta? Unë besoj në misionin e liderit dhe ne mund të kemi pajtime me deputetësie. E ki kryetari në parti që thot patriotizmi nuk ofro. Kus qarun, dijomni.